Joz Marku ka ndarë një moment të veçantë në rrjetet e tij sociale, ku ka treguar se është kontaktuar nga një maturant me një kërkesë mjaft të sinqertë. "Ma gjej një makinë për maturë se s'kam." Duke mos e mohuar dëshirën, Joz Marku ka bërë të mundur që djali, i quajtur Kristian, të shkojnë në mbrëmjen e maturës me makinë luksoze, siç ai kishte ëndërruar. Në një postim në Instagram Story, ai shkroi: "Suksese për Kristianin dhe të gjithë maturantët. Jam i lumtur që më kontaktoi dhe iku në maturë siç donte. Mirënjohja nga maturanti nuk mungoi." Në një mesazh falënderimi, ai shkruan këto fjalë Jozit: "Shumë faleminderit Joz, dhe nëse je i lirë të presim sonte, je i ftuar nëse dëshiron 15 minuta, thjesht të ishe prezent do doja, meqense ke bërë një gjë kaq me vlerë për mua." Nga ky veprim i Jozit, fansat kanë ngelur mjaft të kënaqur, ndërkohë që Jozi ka treguar një anë tjetër të tij. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.